Vash se trangëm për. Unë dolën si të vëndit. Qumë është lutëm. Jam shumë keq. Jam shumë keq. Përshëndetje, mirë se vinin Flak Fare podcastin më djegës në qytet dhe jo vetëm. Falenderojmë gjithmonë në fillim të emisionit gjithë ata që na ndjekin kudo që ndodhen. 75% Shqipëri, 25% diaspor, Amerikë, Kanada, Itali, Francë, në mërim kohë, gjithë diaspor, në shërëndësi ka, edhe Greqia dhe Italia i përshëndesim që janë shumë dhe jonë. Dhe sigurisht duhet t'ju ftoj të gjithve që të na bëni follow dhe subscribe në rrjetet tona sociale, vazhdojmë me Flak Fare në Instagram, TikTok dhe Facebook dhe sigurisht ftuar pohon. Dhe në YouTube mos harroni të na bëni subscribe. Thënë gjitha kjo duhet të falenderoj sponsorat e mi, Go Plus, të cilin lojën Go Plus keni edhe pak kohë, me thënë të vërtetën për të bërë pjesë dhe për të fituar një makinë Avatar 2 e cila vlen mira euro, 55.000 euro makinë. Hap sa e mirë sa e sjell. Hap ja. E kape pra, Shqipe Ysena i mirë se vjen në Flak Fare, gëzuar ja e kape me... Cheers, mirë se më erdhe. Faleminderit, mirë se gjeta. Shqipe, nuk më le të them sponsorat. Codigo Tequila, Tequila më premium në Shqipëri. Tonat, sallamet tonat cilat vinë me produkte të ndryshme, produkte me përbërës viç, pul, derr, e gjitha, forma, prosciut, sallame, nuk i di dhe unë, gjitha emrat ai shumë produkte sa kanë tonat. Falenderojmë dhe ta dhe sigurisht jute. Prandaj nxitoni edhe këto. Mbaroj, sa jemi? Mbaroj. Megjithatë ofertat e jutes nuk mbarojnë kurrë. 31 Po pra, 21 me 29 ishte. Mbaroj oferta e jutes për Black Friday. Por megjithatë ka oferta fantastike, prandaj futuni tek aplikacioni MyJute dhe gjeni ofertat fantastike të Jutes. Faleminderit për durimin dhe pritjen. Si të gjej, si të kam? Jam shumë mirë, faleminderit. Nuk bukur fort. Faleminderit. Të stili jemi. Faleminderit. E për gjithë ju që mund të dyshoni se shqipja duket më mirë në për foto Instagrami, mos më shikoni Instagram se live jam mos më shikoj live apo në Instagram jam mirë, jo shqipja është më mirë në fakt. Thuar Rudi të tjerë. Çuditërisht je më mirë se në fotot e Instagramit dhe kjo më surprizon. Faleminderit. Deri diku duket sikur ato nuk kamera nuk të nxjerr aq e mirë sa je. Po, nuk jam gjë në kamerë. Dal gjithmonë pak më e lezetshme se që jam. Shumë fakt. Në kamerë? Live, je më mirë pra. Po, dal më pak e lezetshme se që jam live. Më pak. E njëjta gjë vlen edhe për mua, çfarë është e vërteta, mos më shikoni në kamerë që dal kështu si shapravel, në të vërtet, po të më takosh nga afër, jam po një lloj me thënë. Ruaj standard, konsistencë. Çfarë po bëhet me Shqipen? Shqipet i ke parë ndonjëherë formatin? Po, e kam ndjekur. Më ka pëlqyer sepse të gjithë njerëzit, domethënë që vinë këtu janë shumë comfortable, janë shumë komod dhe faktikisht edhe mua më bëre komode të ndihem. Kështu që mezi po pres domethënë se çfarë pyetjesh ke për mua, se çfarë bisede do bëjmë, se çfarë do ham. Unë nuk e dua fare djeksin, po gjithsesi çdo gjë është për të provuar në jetë. Absolutisht, edhe unë bie dakord. Në fakt formati është nga më pak djekse tek më shumë djekse. Deri më sot kush janë vetëm personazhe që nuk ja kanë dalë? Vetëm Endri dhe Stefi. Janë vetëm një në fakt Stefi nuk ja doli në gjithë historinë. Je ftuar 31 tek këtij formati. Emma, Andrea kishin para te dhe ajo nuk i hante fare, ishte si puna jote dhe i përballoi çoj deri në fund. Mendosh që dikush është problemi që unë ha shumë me shije dhe në momentin që ti më vendos disa element këtu të ndryshëm që ti provoj, nuk se di, nuk... Me qenë se jetë tek ushqimi, çfarë hati që e ka që mirë? Ëmbëlsira. Pasi qere ke babin, ke klasika. A vërtet je kujdesshme në të ngrënë? Jo shumë. Jo shumë? Jo shumë. Pse dukesh sikur je një natyrë që kujdesesh për estetikën, për linjen, për... Tani, deri diku, prandaj po them, kur dua të ha pisët, thjesht ha pisët dhe nuk më intereson për asgjë. Cila është gjëja që të pëlqen më shumë? Mëkati jot ushqimor, për shembull, që nuk e do dorë, do ato. Ëmbëlsirat. Jam shumë bas ëmbëlsirave. Do baklava? Adiktit.
Pistakjo të lutem. Pistakjo? A do nga këto Dubajti tani? Shërbet. Çdo shërbet? Ketë edhe shërbet, po. Do pistakjo dhe shërbet, në baklava, do atë? Po akullori që i vënë turq? Po, s'është problem çdo gjë të mundshme, kaq ma sill. Kaq. Tabakan, po, tabakane ha. Po. Po. Nejse. Shkojmë tek Shim sa që ha ëmbëlsira. Apo është shumë e dëmshme. Jetojmë në një periudhë. Nëse unë nuk mund të bëj shumë moral, se edhe unë kam qef. Jo, e mira është që të hahet shëndetshëm dhe pa shijem. Kjo është salca e parë, bujrum. E duhet ta lyesh dhe çik. Do të thënë, shiko, unë mund të jem pak tolerant me ty sot shqipe për të lënë të lyesh pak më pak nëse ja ishte intolerante, ti sedrën e ke vet pastaj. Po. Po, jo, vazhdo, sedrën je. Ça dëmi na bëri, aman është. Dgjoj, aty ku ka diçka të dëmshme, vjen tona të na falësh, por jemi shumë të emocionuar të provojmë këto produktet e tua. Ja se rregullon Rudi direkt. Ba. A më të duk djekse shumë? Ua, e të mërshme. Filloj që të e para kjo Ke shumë janë. është? Jo, e dyta është më pak. Tona. Ba. Herë mos. Kaq mund ta ha djekse, kaq. Kaq ishte intervista miq. E mbyllëm. Faleminderit shumë shqipe. Nëse shikoj, para gjithmonë në djeg. Okej. Jata do ta shikosh rrugës që ke për të dek. Ke bërë një siguracion edhe në një? Jo. Nuk. Jo. Dakor. Më thuaj Jam çfarë shumë e në vështirë shqipe. për të. Kam një pyetje për ty. Po. Që tani sim direkt thellë. Ti në të gjitha daljet televizive, por edhe në impresionin e publikut, po themi, je një person që je konservatore në pikpamjet e tua. Do të thonë, je një vajzë që mesatarja e burrit shqiptar e vlerëson për mendimet që ka, po themi. Edhe gruas, betoj. Çfarë solle është? Faleminderit sa të mirë që jeni në një emision zdi. Do të ndihmoj qoftë. E rëndësishme është që kushdo që është, domethënë, mbas kësaj interviste mbrapa i ftuar në këtë emision, patjetër duhet ta provoj flak fare se janë super njerëz. Po. Ta mendosh që edhe sa është paguar, valla, ke parasysh për pak fare, se bëjmë shaka, vin falas, vin thjesht për respekt thuarit. Dhe doja thoja që fakti që i e identifikuar dhe e gëzon këtë lloj imazhi dhe respekti tek publiku i gjerë, po themi, më bën pak kontrast me faktin që edhe pse e konservatore, zgjedh që të dalësh në vazhdimisht, kesh një jetë shumë publike, shumë sociale, kupton, të kesh marr pjesë në formate që ekspozojnë veten tënde. Si mundet që një njeri Nuk kam dash fare të marr pjesë në formate televizive, nuk e di nëse e kam thënë më përpara, nuk kam mbaj mend. Biles jam shtyr për të marr pjesë te përputhen. S'kam dash, kam pas shumë siklet, shumë turp, tash do shkojnë aty, çfarë do bëjnë dhe gjej burr. Dhe më kanë thënë po ti mos shko për mundësi. Edhe ishte thjesht Po mundësi për të bërë çfarë? Unë jam me atë ide, nëse futem diku, do arri diku tjetër, po që gjithmonë të jetë më lart. Doja të promovoj veten tënde brenda. Po. Do të thesh një personazh publik me një krijoj një influencë, po themi, kjo është e qëllimi? Jo vetëm. Unë kam ëndra të mëdha për jetën time. Edhe jo vetëm për jetën time, por dua të përcjell edhe mesazhe. Po në këtë moment unë nuk i përcjell ato mesazhe që dua. Ëndra të mëdha tipit mund t'i futesh politikës? Ja. Mund t'i futesh biznesit? Jam, xha. Kështu që nuk është. Ç'a biznesi? Jo, jam xha, a kupton në biznes, nuk është se. Jo, ç'a biznesi të. Mund ta thuash. Okej, është. Falas është. Po falas është biznes me pije. Jo, alkooli. Jo mos e thash, nuk janë. Jo, analkolik. Analkolike. Dakor. Janë në treg, po qarkullojnë? Po, deri diku, po. Deri diku. Po pse po e mban sekret, mund t'i kishe thënë? Jo, momentalisht po bëj, po. Është, po procedoj, po procedoj. Tani ti po bën një kompani pijesh, pra? Jep, po. Pijesh që janë të ëmbla kështu, ë? Nga këtu? Jo të ëmbla, por që kam pijen e vetë frutit. Me frutën. Qartë pra, do të thënë ti po. Nuk të solla, po hiç mendja. Pra ti po bën një markë
Që do t'i pim, do t'i shikojmë në treg të vendit, do ta marrim vesh ne kur të. Patjetër. Okej. Unë mund të të bëj një reklam falas. Nëse më sjell 2 ton të shtym. Kjo është gjë e mirë për shkak, është shumë e kushtueshme si gjë? Dua që tani ideja është që ta marri dhe ta blej çdo lloj personi që ekziston në këtë dynjë. Do të thënë mos jetë as e lart, po as Atje, do të thënë çmimi është mesatar, po themi. Është se interesante, bravo. E ta mendosh që je vetëm 22 vjeç, si arriti kaq herë. Po më shaka. A jam Por njerëzit e din pak a shumë moshën tënde, ëh? Unë kam përshtypjen njeriu i fundit botë që nuk e dia moshën e vërtet, se ngjan. Po të falenderoj 22-23 ngjan. Faleminderit shumë. Aq ngjan. Ja 25 max. Po ndërkohë je 34. Mbush. I mbush 34. Kur i ke? Në 10 orë do bësh në dhuratë? Po, pse jo? Pse jo? Mund ta bëj një dhuratë. A je kritikuar ndonjëherë për faktin që mund të jesh hipokrite, në sensin e po shkomi gocë tani çana bën sikur shet vlera morale ti ke qenë përputhen, ti ke qenë. Je kritikuar, ëh? Kritikuar, po e di si është puna kur njeriu e njeh veten, nuk është se të intereson shumë opinioni të tjerë. A mendon se është kritike drejt? Në sensin që ka kontrast? Shiko, edhe unë mund të kem një kritik për ty që mbase nuk është e drejtë, po thjesht ashtu e logjikojmë. Kupton, njerëzit shkojnë me atë që shohin dhe flasin sipas pikpamjes tyre. Unë nuk ndaloj dot as ty, as tjetrin që të ketë atë idenë vet dhe të ketë lirinë e fjalës për më tepër që ta shpreh. Fundja është mendimi atyre, është opinioni tjetrit. E kuptoj. Unë as nuk dua ta ndaloj, as nuk i çoj njerëzit në gjykat, as nuk merrem me gjyq. Je zënë ndonjëherë kështu? Si? Me njerëz nëpër Instagrami e sharje bër? Jo. Biles edhe kur më shkruajnë ndonjë gjë, zakonisht nuk ja kthej, po shumë rrallë kur e kap ndonjë mesazh. Ku të kap që të kap? Jo, kur e kap ndonjë mesazh, më kupton se unë si shoh as komentet, edhe mesazhet shumë rrallë. Kam qef si ja kthej, po ja kthej në një formë të mirë, për shembull, më thonë, si bën edhe ti si kështu. Edhe unë i çoj veten në një video i them xheloze. Okej, e trajton Ose i them për shembull nëse është mashkull, do doje, do bie brenda me mua, po nuk mjef. Ka mundsi. E trajtoj shumë me sportivitet, gjë e mirë është ajo. Në fakt se 416.000 ndjekës ke në Instagram. Se di fare. Ma ja këto. Ma besoj që nuk e di fare. Ja, tani e di ama. 416.000 ndjekës ke. Sepse nuk i shoh varet a ulen, ngrihen, a kupton, nuk është se jam shumë bas Instagramit. Po shkon. Kur hedh ndonjë foto, për shembull, ose ndonjë story, çfarë do lloj gjë të mundshme, e hedh dhe mund të futem të nesërmen ose ndarke vonë kur mbi kohë. Po pse është krijuar një përshtypje që ti je shumë kontradiktore, e agresive, e ashpër etj. Ndërkohë që mua po më duket shumë mirë. Po apo kur të cënojnë. Varet nga njeriu që kam përballë e para, dhe së dyti unë jam tip shumë tolerant. Unë toleroj, pastaj po ma ka përceve damari, unë s'munda më, dhe fillon e del damari këtu pastaj. Të del, e? Po më del. Mos të ikim më shkite, më mban me mua bet se e kuptoj mekanizmin të Po pse unë duhet t'i provoj të gjitha, se unë këtë nuk e kuptoj, ç'është kjo? Kështu është formati, se mos e shpika unë. Unë thash nëse e di me çfarë ideje isha? Që nëse... E pas ka ndjek emisionit. Po, tani, ideja, mendova se nëse unë nuk të përgjigjem ty, atëherë... Do ketë një ndëshkim. Po, do ketë një ndëshkim, edhe unë po mendoja që do të përgjigjesha... Bëj 100 pompa. Po jo, unë po të përgjigjem. Okej, do ta bësh ashtu? Je sigurt që do ta bësh me ndëshkime? Tash e lëm... Po si, ti digjesh para se ta hash me zëm. Haje njëherë, pastaj digju. E shkon, mos... Ha pra. Që më shikon kështu me... E gëlltita. Shpejt. Si për qaket, dogji? Nuk dogji kjo, dogji më pak. Ishte diko. Janë këto elemente që ke sjellur këtu? Jam fani, thash. Njeriu dashurohet me mua se kam karakter të dyfisht. Ta dashurohen gjithë me ty. E di çam kujton ti, më kujton një shprehje që e thot Jordan Peterson. E di cili është... Jo, nuk e di. Është agravuar tani se është... Hajde se po e marr me sportivitet. Këtë marr me sportivitet, nuk... Patjetër. Jordan i thot këtë gjë, që bëj të duajnë të gjithë dhe duaj vetëm një. Në këtë sens ti... Ai si është e njëjtit. S'ke gjë ama. Nuk je në një marrëdhënie, po do di po? Jo, jo, si. 34 vjeç. Dhe nuk dua asnjë për çudim. 34 vjeç. A je te kategoria e Njerëzve stazhonuar. Jo, nuk thënë atë, jo.
A jetë kategoria njerëzve që i ka bezdisur presioni, po themi shoqëror familjar për faktin se mosha po avancon dhe ti duhet shkosh drejt një vendimi? Vete ndjen atë gjë? Është një gjë? Nuk është se ndjej atë gjë, por kur ma vën në dukje, më kupton? Po duhet një njeri mirë. Do të thënë, javën që kaloi kisha një pretendent nga jashtë, kupton? Familjar. Pretendent nga jashtë? Po. Me familje, kështu. Që të kontaktoj familjarisht, do me thënë e bëri kështu. Po, dhe as nuk doja as ta di, as ku kush ishte, jo. Do me thënë, do ishe hapur për të pranuar, e kishe problemin me faktin që komunikimi erdhi ndërmjet familjeve, apo kishe me idenë që ti si e periur s'ken nerva? Nuk më ngjisin marrëdhëniet e tilla. Në një moment tjetër të jetës, do ta pranoje një sugjerim të tillë? Atëherë, të them diçka, mua duhet më afrohesh si shok. Edhe në qoftë se e ke atë pëlqimin, edhe në qoftë se, më fal, unë s'po them lac. Okej. Lac rrugë. Si shok, po ka ke një 5 vjeçë? Jo, po pra, s'ma le ta mbaroj se po po avancon ti para me. Po kisha ka po. Në momentin për shembull që më afrohesh si shok, po që është edhe ai tensioni, që okej, dua diçka më shumë me ty, por a kupton, jam etap pas etape, do jetë si me avash. Kështu mund të fitosh, që unë të shoh edhe pak më ndryshe, nuk duhet paragjykosh, nuk duhet më gjykosh, nuk duhet më thosh, jo, po pse nuk e, se unë direkt iki. E më kupton, jo, po pse e bëre këtë se unë mendoj për ty, po çapo duhet ty? Apo më ke qef kështu siç jam, apo do të më do të thënë ti mendon se nëse do kishe një marrëdhënie me njëri, duhet të pranoj 100% si që je? Si fillim, ti nuk e çaj bën atij personi. As si mbarim. Jo. Por ti mund të trajtosh veten tënde në një formë më të mirë. Çfarë i pëlqen tjetrit? Okej, mbase edhe unë jam pak e nxituar, do të riqem pak. Am kupton, është të riqem ose kaput marrëdhënia. Kështu që duhet të jetë 50 me 50. Ke qenë ndonjëherë e lumtur në një marrëdhënie? S'mund të them marrëdhënie, po që jo. Nuk mund të them marrëdhënie. Pra ti s'ke pas një marrëdhënie, po themi. As në njofje, kush e di se çfarë. Shiko, mua mund të pëlqesh për 2-3 ditë e para. Të pëlqej për 2-3 ditë e para? Prit. Dhe, okej, mund ta avancosh atë gjë që mund të të pëlqej, po pastaj më venitet robi. Ose fillon të më xhelozojnë shumë. Nuk e di mbase për shkak të tipit, se unë jam tip shumë spontan, shumë i lirshëm. Unë nuk bëhem kur xheloze për dikë. As në mbase s'ke pas marrëdhënie. Po as në fillim, as muajin e parë nuk e tregoj kurrë atë pjesën e xhelozisë. Nuk e tregon apo nuk bësh? Pra ja, nuk e tregoj kurrë atë pjesën e xhelozisë. Thjesht un kam një gjë. Jam pak territoriale. Siç ta bëj. Po pra. Është e njëjta gjë ama kjo. Jo, nuk është e njëjta gjë. Territoriale? Jo, nuk është e njëjta gjë. Që çfarë është e imja, është e imja, në sensin e mirë të fjalës, jo për ta përvetësuar personin. Por nëse ti do të rish me mua, atëherë je me mua dhe pikë. Seriozisht. Po nuk është xhelozi, se unë nuk të bëj skena xhelozie, nëse ti do të ikësh, ti mund të largohesh. Po çfarë, okay, çfarë bën? Çfarë bën? Nëse e territoriale, si e territoriale? Se s'po kuptoj. Më fal, e para njëherë duhet të di se çfarë bën. Okej. Duhet të di se çfarë bën. Nëse ti ke njerëz për të takuar, shoqë, pse duhet ma thot mua dikush tjetër që ke takuar ti? Duhet të raportoj pra. Patjetër. Okej, tjetër. Të më raportoj, sepse të njëjtën gjë edhe unë e bëj. Po. Raportoj. Tjetër gjë të qeni territoriale? Po këto janë më të rëndësishme, sinqeriteti është baza e çdo gjëje, komunikimi për mua është gjithçka. Në momentin që mua më komunikon se çfarë bën ti gjatë ditës ose kë takon ti, apo çfarë synime shket ti me të tjerët, edhe unë të kuptoj. Domethënë unë dua një lloj besimi që të jetë edhe shoqëror. Pra, një marrëdhënie që të jetë shoqërore, të jetë dashurore, të jetë partners, a kuptoni, crime, si vi. E kuptoj. Të jap një situatë hipotetike për shkak. Dua çdo gjë në një marrëdhënie. Je ulur në lokal për shembull me të dashurin dhe një vajzë nga tavolina përballë ose po ja ka ngulitur syt. Ja ka ngulitur syt. Çfarë bën si territoriale? Asgjë. Nuk e ka për shembull. Jo. A unë mendoj që ajo është ulje për karakterin tim. Për karakterin tim. Po nëse kyshe? Nëse ai ishe, do matet pastaj me atë që shë. S'ka lë këtë tavolina tjetër, po. Kaq shpejt, po
Thjesht Më fal, e prandaj s'ka marrë shikimi, jo, shikimi. Prandaj s'ka marrë Shikimi, po më fal një sekond. Nëse ti vazhdon e shef, Jo, shumë. si pak, ë? Unë nuk e di, unë se bëj dot. Nuk fal dot. Po, shit qa refleks, Spider-Mani. Ua, Spider-Man fare. Shiko, mos më bë serioze. Të lutem, mos më bë serioze. Të pse ma hedh sot? Ja, shiko, e zgjida. Më fal, unë e hodha këto Ti e në hodha? kapa. Ti e hodha? Jo, atë. Ishte energjia jot, beson energji? Beson energji? Prit, se jemi te e treta, se më qetësove shumë. Më merr këtë qëndrimin filozofik, më çmend fare. Edhe kur marra këtë qëndrimin filozofik nuk më pëlqen fare as vetja se ndonjëherë flas proçkulla. Jo, more, s'vet broshko, shumë mirë po thjesht. Jo, kur filloi edhe, ja po se unë kështu. Jo. Por mua më duk sikur po flisje gjëra. A do t'i gëlltisësh me ujë shumë ose apo sa ka fshosh fare. Kush e bën këtë gjë? Stresi. Ai njeri nuk ka mundësi. E merrte, siç e merrte pulën, edhe kalonte si lejlek. E kalonte. I përvëllu stomaku, po në gojë nuk ndjehu kur asgjë. Për zotin stresi e bëndë, pëse qa jam budalla, jam mund dha që ta kafshoj. Shqipe mund ta bësh dhe t'ja të stres. Nuk e t'ja mund ta bësh, unë se bëj dot, po... Ha, si ndjesh? Mirë, pak. Pak më mirë. E di që të e treta, më plak, është intolerant. Po t'i hedh sheqera saj për shumë dhe ke më të letë për ta... Besoj. Ti qesh, po mu po vjen për qarë. Kur mendoj të katër. Jo, me fakt e katër ta është qik me but. Okej, berl. A je vërtet ti shqipe ajo që del në rrjetet sociale? Unë nuk i ke vetes. Jo. Jo, nuk i ke vetes. Unë jam. Cila është gjëja më e mirë që ke ti o shqipe? Transparenca. Transparenca. Cila është gjëja më e keqe që ke ti? Guximi. Na mas qaro çik më shumë këtë? Guximi, sepse Se është unë gjë kam keqe? guxim të flas për çdo gjë. Dhe duhet për shembull në disa gjëra ta reduktoj pjesën e guximit, mos ta them hapur gjithçka. Se fundi ajo çdo gjë thuhet hapur. E vërteta djeg gjithmonë. Edhe mua po ndjek. Transparenca e tepruar thuhet. Mungesa e diplomacisë. Është guximi. Po guximi për të thënë atë që mendon. Po pra guximi nuk duhet jetë aq i madh sa unë kam. Ore pse ka qesh për me mua? Jo, po se po flasim seriozisht dhe kam. Transparenca e tepruar i them unë. Jo. Guximi. Po jo, pra transparenca është gjëja më e mirë që A dëgjove ç'a thash? Tash. Dakor, të ashpër është, nuk po them, prandaj nuk jam je çik. ashpër. Ja ashpër je. Po ashpër jam se jam edhe shumë e ëmbël. Vazhdon ti vet identifikohesh tani. Po e kam, Je shumë është ëmbël një gjë që e kam. Po pra po ndryshon shumë shpejt, po më trem mua. Po të thash, unë kam dy personalitete. E sigurt që ke dy Po, kështu. mund të kem edhe më shumë, jam dhe versionet e mia janë 101, a kupton, kështu që. Jo, versione kemi të gjithë, më thënë. Nuk e di, Nuanca kemi të gjithë mund njerëzit. të keni një 10 versione ti këtu për shembull, kurse unë kam 101. Ka 101, po edhe grua, mashkull jam. Ne Ju i pult keni. Lezim gjitha në një pult. Jetë kë apo do të... Ku kisha bërim? Si dush ti. Ja, kisha një pyetje për ty. A të lodh ty shqipe, se tani nuk jam pak katër, po në TikTok sa ke? Apo s'ke TikTok? Nuk e di fare, more, kam edhe TikTok. Amano, na plasi shpirtin kur thot nuk e di fare. Po nuk Amano, e di. je çike vërtet tani 200, 300? Jo, mor, janë shumë aq, do të kem më pak. Am 800 që jam duket. Instagramin e ke më aktiv i bie. Po jam edhe më aktive. Nuk merrem unë, se unë po të merrem me rrjetet sociale ti nuk e ke iden se ç'a bëj. Ç'a mendon se mund të bësh? Çdo gjë mund të bëj, më mirë se çdo kush. Më mirë se çdo kush. Pëlqen që më qesh Ke vetë besim, ë? Të tepruar. A mendon se është gjë e keqe? Apo është ajo vazhdimësia e guximit, po themi? Gjys. Edhe vetë besimi është gjys. Do me thënë qofse e ke të tepruar zbën, duhet t'jesh shumë... Duhet të kesh frikë, balans. frika është e shëndetshme, po. Po, frika, unë mendoj që frika është adrenalina më e madhe. Nga se ke frikë ti? Frikë, nga vdekja. Kam shumë frikë. Edhe ti, ha? E të mërshme. Vetëm Joni që kemi këtu nuk ka frikë nga vdekja. Unë kam shumë frikë nga vdekja. E pa njëherë vdekja erdhi ai me atë... Jo, vjen shumë keq s'para... Do ta presësh montazh? Po ti je si shpirt mos e vren. Nëse ke frikë nga vdekja. Po, shiko,
frika kryesore në kontekstin psikologjik vdekja është. Po. Edhe frika nga Është refuzimi ose nga vetmia shpesh është vdekja e rrethit social Jo, ose e di çfarë mendoj, te kjo pjesa që the frika ndaj refuzimit, ndaj vetmisë etj. Kam dëgjuar shpesh që shumë njerëz thonë kam frikë ngel vetëm. E kam menduar disa herë këtë lloj gjëje. Mbasi kur isha në rini, më tha, "Jo, s'kam." A më kupton? E kam menduar dhe tani dhe them, "Okej, edhe mund." Por mendoj që çdo gjë është risk dhe nëse ti nuk si të ta shpjegoj këtë, nuk e plotson këtë lloj gjëje, do me thënë që ti je dakord me atë që e ke risk, mendoj që do jetë shumë më e vështirë si çështje pjesa e vetmisë. Kështu që duhet ta ambientohesh me çdo gjë, them unë. Ti ke kontraste shumë. Kam ngjyra të tmerrshme. Hajde. Aq shumë sa I kam të çelura, ngjyrat I kam edhe. Prandaj rri vetëm ti zemra se I kam edhe terta. Ke disa pjesë mjafton vetë ti. Mendoj që nuk më trën vetmia. Mbase është kjo për të. Po ti sociale dukesh. Jam tepër sociale, por nuk më trëmb. Do të kalon mirë dhe vetëm. Po, shumë. Flas edhe me veten. Çfarë ke atë gjën? Pirës. Është pirsa, ja? Ku si vjet, nuk është e dëmshme aty, nuk është e rrezikshme? Jo. Jo. Vjet në lëkurë direkt. Ke edhe të tjerë kështu? Po, Ke kam vas? mbrapa. Ke edhe mbrapa? Po. I kam qef pirse duke qenë se tatuazhe nuk bëj. Me 1, 2, 3, 4. Ke në kërthis nga këto? Po. Edhe në kërthis, 5. I ke qef në tërësime sa po shkoj bijut? 7. Kam edhe 2. Nuk e di pse jeni kaq negativ. Ajo mendja juaj. Në veshmë? Po, vetëm në vesh nuk më shkoj mendja, është e çuditshme, a jam dhe unë si. Po, ti ke dhënë hund. Ja, pas kam marrë. Pas ke pirsi si, je sigurt që mbaron këtu shqip. Kam marruar. Shqipe me më mirë, domethënë ti çfarë. Po, këto djegëse nuk e di çai bën trurit tim knockout. E çai kanë bërë timit gjithë Po këto kohë. fola jashtë hemisferës tonë, ta dini Që është efekti djegëses. unë s'mundem. A do të bësh nën o shqipe? Unë I kam shumë qef. I ke qef? Po. Këtu ishte esenci i pyetjes. Domethënë të ka thirr ky apo gjithmonë I ke pasur? E kam pas gjithmonë këtë pjesë. Cila do të gjëja më e mirë mendon që do kontribosh ose më saktë, cila është gjëja më e mirë që ke kontribuar deri tani tek vetja jote që do të bëj një nën në të ardhmen? Cila është? E gjëja që ke bërë për veten tënde që mendon se do të bëj një nën të mirë në të ardhmen. Çdo gjë. Në gjithë shka timen, unë e besoj që jam një person që ditë kujdeset për fëmijët. Je tip që kujdesesh për njerëzit që do me thënë esencin, je protektive. Jam tepër. Tepër protektive. Po. Pra është mirë që të kesh shoqe. Unë jam po. A beson shoqërinë mashkull femër? Deri në një pikë? Deri në një pikë, po jam më tepër jo. Po, pavarësisht se, unë nuk është se dal shumë me shoqërinë. Po. Meshkuj. Edhe me shoqërinë nuk është se dal shumë. Jam shumë tek familja. Më kupton, kam pas pasur, po kam pasur, kam pas pasur. Dikur. Mos u bë më kritike më lere të shkasi. E presi montazh, asgjë s'pritet. Okej, po. Kam pas shumë shoqëri, por jam ridimensionuar shumë në këtë pjesë. Je kthyer më shumë tek familja. Te pjesa e familjes, sepse kam kuptuar çfarë është shoqëria, kam kuptuar çfarë është familja, kam kuptuar ku jam unë dhe çfarë dua nga jeta ime. Më kupton, dhe unë jam person që bëj shumë për tjerët. Ekstrem, domethënë ekstrem, po. Ekstrem. Dhe mendoj që njerëzit nuk ma meritojnë atë mirësinë time. Prandaj gjithmonë del kjo ana ime negative mbase. Sti. E kam që këtë pjesë. Nuk më pëlqen dal e mirë mua. Mu më shkon roli negativ. Më pëlqen vetja kur dukem negativ. Se di pse. Jo, më pëlqen. Ma beson. Qofse shumë njerëz kanë shumë dëshirë që në kamerë ose para të tjerëve ku I shohin të gjithë të dalin bukur, të duken të mirë, të sjellshëm dhe mbas kamerave se ke iden çfarë fjalori kanë, unë jam siç më shohin. Biles, mbas kamerave jam akoma më e mirë. Po, a mendon se mund të jetë një mekanizëm mbrojtës për ty?
Mbase, unë jam tip shumë. Se zakonisht njerëzit që bëhen agresiv për shembull, e përdorin si mekanizëm mbrojtje. Agresiv, unë jam e ashpër. Jam e ashpër. Jam person i ashpër. Ka i ashpër me agresiv? Se agresiv varet në çfarë konteksti e thua ti. Unë nuk i agravoj gjërat kështu. Mua kur më mbushet deri këtu atëherë unë shpërthej. Unë s'jam gjatë gjithë kohës në forme që thua ti. Jo, por problemi është që mbase nuk do shumë që të mbushesh. Jo, duhet. Do, a? Do. Jo. Jo, ja s'doja të fusi atë. Ja heqja pjesën që futa unë atë. Një pesa lyva. O vlla, ti do më djegësh mua me pesa lyva, thot. Fute. Jepi se nuk pëson gjë. Nuk ka vdek kur kush nga djegura. Ora, e di që... Çfarë bën një njeri të bukur shqipe? Shpirti. Çfarë bën një shpirt të bukur? Shpirti. Besimi. Beson ti? Tepër. Beson në sensin je fetare apo jo? Po. Cila fe? Pra ta që se din gjithmonë, islam. Je praktikante e mirëfillt në sensin që mundohesh të ndjekësh në maksimum... Asnjëri nuk është i mirëfillt. Okej. 100%. E kuptoj. Se do ishte jo njerëzore, po të ishe, po. Njerëzit të gjithë bëjnë gabime. Domethënë, gjëja më e shëmtuar që kam dëgjuar unë është që edhe të tjerëve nëpër komente, ju thonë, ti je fetare, muslimane, ti falësh, ti bësh, etj. Ti ke shamit, ti kështu etj ashtu, edhe në fund fare nuk shohin veten e tyre kur gjykojnë e paragjykojnë. Lëre personin ti përgjigjet Zotit vet plus me gabimet e veta. Ty çapo duhet. Nëse ti do ta kritikosh, do t'i japësh një këshill dikujt, jepja në fshetësi. Nuk është e nevojshme ta marrë vesh gjithë bota. E po dhe njeriu tjetër që bën një shkelje të një parimi ose ndikon. E bën për veten e vet. E bën për veten e tij, po s'është e nevojshme ta publikojë. Po feja, fen. Se duhet ta publikosh. Nëse publikon, do ta presësh dhe komentin, kupton? Atë po them. Po pra. Nëse unë më fal. Patjetër. Po. Jo, shumë rregull, po. Nuk e kemi bërë ne Islamin perfekt. Islami është perfekt, edhe pa ne. Po. Unë dua dhe besoj. Do me thënë, ti, për shembull, nëse do besosh, apo do falesh, apo do bësh dua, apo nuk e di, do të vish në xhami etj, ti nuk duhet të shohësh shqipen. Ti duhet të shohësh ndjenjen tënde, jo mua. Absolutisht. Mbase unë vi për sy e faqe. Ku e di ti? Mbase unë në kokë, më fal, të lutem, kam një shami në kokë, mbase kam tradit. Jo se e kam ndjerë me vërtet. Unë nuk e di, prandaj ne nuk e dim zemrën e askujt. E mira është mos të flasim. Po? Se dim. Unë preferoj që për këtë temë mos të flas. Zakonisht e mbaj gojën mbyllur, asnjëri nuk e, domethënë që kur isha në Big Brother që e hapën të tjerët që unë falesha. Edhe u përhap, e morën vesh njerëzit, se unë kur kam shkuar në Big kam shku me idenë që asnjë nuk do ta di, as që falem, as do më shofi kamerën, as se unë s'futesha në të kundërt në Big, se gjithmonë kam thënë nuk futem, Big unë nuk hyj kurrë, ka qenë kjo arsye kryesore. Kur është dakord, çdo gjë tjetër, pastaj është okay. Okej. Mrekulli, i qartë dhe e kulluar. Faleminderit shumë, tani mund të flasim kot. Sigurisht kur është muhabeti tek feja, gjërat bëhen serioze. Në Big çpate? Që? E mo çpate ju fute? Pse jo? Faktikisht. Pse jo te Kosovës dhe jo i Shqipërisë? Faktikisht. Apo të erdhi ftesa aty? Po, më erdhi aty. Te i pari më erdhi. Do me thëmë, kur ishte Bigu njëshi më erdhi te i Shqipërisë. Po që mbase nuk isha unë shumë, po. Edhe, po të thash nuk... Interesante se më ka ardhe mua dhe ki pari, mund të ishin dhe bashkë aty. Imagjino, risku. Do të kisha nxjerrë, sigur. Risku. Sigur, tu në fitoj, gjithmonë kundër te. Ama, nxirre çik Luanin. Po. Ama toleroj tani, shife. Ti fiton. Po fitoj, është e vërtet. Më i mirë, që në pyetje përgjigje si po. Në diplomaci tani. Po, e kam edhe në qika të pjesën kështu. Te i Kosovës, në fakt, u futa, duke qenë se mu bë ftesa, vendosa këto kushtet e mia, edhe... vendose kusht që doje ta fitoje? Jo. Jepni çmimin. Jo, nuk e vura kusht. Vura kusht që, okay. Nuk duhet më kapni për shembull në gjën time, po, që e kam
timen, është personale, dhe i thash vetëm kaq që bëni gati çmimin se unë e fitoj në fund. Jo ku e di ti se ka edhe personazhe, unë e fitoj thash edhe është mbylla i muhabet. Unë e dija që do urrehesha në fillim, e kisha i lënë hatje kështu 100%, që s'do më kishin qef, që do më paragjykojnë, po nuk e vras mendjen, mund pëlqen të urrehem ndonjëherë. Po. Në fillim? Jo, varet. Thjesht, mbase kam një koncept gabuar, është kjo pjesa me mua, është gjithmonë dashuri urrejtje. E kanë njerëzit drejt meje. Ka një lloj dashurie, po që edhe më urrejnë në të njëjtën kohë që më duan. Dhe besoj që edhe në... Personalisht nuk është se po ndjej këtë gjë kundrejtë si person. Nuk respekt dhe ndjesim mirë më lehtë. Do me të po të të shikoj më shpesh do të kemë dhe urrejtje. Do me thënë, edhe do më urresh në thonjza, oke, shqipe, pse e bëre këtë më sa... A më kupton? Në këtë lloj forme, por që do më dush, sepse ti e di që dhe unë të du dhe të bëj për ty. Si ndryshon dhe kulturalisht shqipe pjesa e Dardanis me pjesën tonë? Fillove me këto ti? Me Dardanin e me këto? Jo, mos si ndryshojnë, a janë unë ndjeve në të njëjtën kulturë, po çap, ata aq sa Shqipëria, do me thënë e gjitha shqiptaria një sa ajo është, sa Toskana, po themi në Itali, e vogël është, po. A ndjeve se gjete një aspekt kulturor ndryshe? Apo ishte shumë e ngjashme? Janë më të butë se ne, po. Do me thënë shqiptarët e Kosovës janë më të butë. Vërtet? Po, janë më të butë. A kanë çik të folur më të ashpër duke sikur... Jo më të ashpër, se unë jam mësuar nga babi. Babi im është nga Malësia e Gjakovës, se janë kufi, tropojan, po që duke qenë se Gjakova është në kufi me tropojan, edhe ashtu e... Janë më të butë kosovarët? Po, janë më të qetë, nuk kacarohen shpejt, ne kemi një gjak nxehtësi të papar. Jemi vërtet? Jo. Më zhdukur gjithmonë sikur kosovarët janë. Si janë? Janë dhe ata me temperament shumë. Mund të kenë temperament, po e kanë shumë atë qetësinë kur flasin. Flasin me të butë, pastaj do me thënë kur agravoj, kurse ne jemi direkt. Ti pse se fitove ligun? Se di, kishte më shumë votues person tjetër. Prit kap tjetër. Ja të kap. Ku jemi të kjo? Gjashtë. E ke parasysh dhe hanga këti. Pojtë? Dha tani. Nëse të ikën fama, çfarë ndodh me ty? Nuk më intereson për fama. Unë dolën si të vëndit. Këtë pjesën fani, unë nuk e kam tregu mbik. Vaj, se... Tranë dhëmbët. Ja, tani bësh... Vdiqa me ty. Është të tranë dhëmbët. U kuqe. E ashtu, në qeshu në ashtu s'kuqe me. Nuk e di, mund të jetë një problem tensioni, mund të vdes të shpejti. Okej, jam. Me që se ishim të vdekja. Ke vdekja? Flasim për jetën. Atë do të bësh. Për çfarë do të mbahesh mend? Ishte dhe fama. E më famën thes, të intereson fare për fama? Okej, po. Mendoj se mos kisha në... Do të diskutojmë i të? Jo, da. Kaloj. E te fama janë, pra. Për çfarë do të mbahesh mend pas 20 vitesh? Ora, si çiku jono? Ja ku e ke, grapën. Nuk pi do të thot. Sot e kam pa mundur të pi. Sepse të shtyr unë tem. Ta alkooli, po? Po, të bëndëm. Se më do të mirën. Kjo mirë. Qa po thonim? Për qa do të mbahesh mend? Unë do të lëgjurëm të mira në jetë. Kjo duket sikur po bëja shaka. Me këtë të kollitur. Po e kisha seriozisht, duhet të gjurmë të mira në jetë. Si lihen ato? Gjurmë të mira në jetë, me vepra. Unë nuk dalë dot në Instagram dhe të flas për një gjë që unë nuk e kam bërë, nuk e kam vepruar ende. E kuptoj. Unë dua të flas për diçka që njerëzit e shohin me sy. Dhe unë qëllimet e mia kam për t'i arritë. Mbase, do takohemi dikur dhe... Do më japësh në një ark në ato
Sa thënë një gjë, domethënë unë objektiv kam për shembull që YouTube im të ketë 500.000 ndjekës. Ke një objektiv Ti ke objektiv për veten tënde, unë kam objektiv për njerëzit. Po ndërmjet vetes tënde. Si do të bësh? Çfarë do të bësh? Ndërmjet vetes time, po jo duke përfituar unë. Gjithmonë përfiton diçka. Jo. Mund të jetë satisfaksion. E di si është puna, po mua më bën të lumtur kur shoh dikë të lumtur. Mua më pëlqen shumë kur lumturoj dikë. Kurse kur bëjmë sebeb që dikujt i eci mbar ose dikujt i eci mirë ose kur nuk e di, kur jap një këshill për diçka dhe i ka dal akoma më mirë ajo gjë që e kam thënë, unë lumturohem shumë për tjerët. Nuk mbase lumturohem aq shumë për tjerët sa nuk lumturohem për veten time. Do të bësh diçka si fundjava ndryshe po thënë. Si shqiptarët për shqiptarët, por ka një gjë që nuk më pëlqen te këto, që unë nuk du të ndihmoj njerëz duke ju marrë njerëzve. Unë du të ndihmoj njerëz nga vetja ime. A kupton? Duke u ndërtu vetë njerë. Pastaj duke ndihmuar të tjerët. Jo duke ju marrë të tjerëve që dalun aty, na sillni, nuk kemi, nuk bëjmë, duhet na ndihmoni filanin për shembull. Edhe ato kanë vlerën e tyre, nuk diskutohet se kanë ndihmuar. Okay. Absolutisht. Kam një xhirim në mendje që mund ta bëja një gjë të tillë, po shumë më bukur. Nëse ti do të ndihmoje, do ta vendosja unë kushtin dhe si do ndihmoje dikë. Okay. Do bëja ndërmjetësin po. Okej. Do bëj ndërmjet. Jo me mua. Ti do ishe direkt me personin. Okej. S'jam fare unë aty në mes. Po çfarë shtyn këtë gjë për shkakun, pse do ta bësh? Tani ti je duke më folur shumë, nuk është e thëm për të bërë. Kjo është një ndër gjërat që unë kam dëshirë, unë dua ta realizoj. Se ma mundson Zoti. Çfarë të shtyn ty personalisht, jo çfarë është kjo gjë, se atë kupton. Çfarë të shtyn? Kur ti bësh sebeb për njerëzit, bëj mirë dhe Zoti do të kthej mirë ty. Kaq, kjo më intereson. E mendon këtë. E mendoj, patjetër që e mendoj, se unë, domethënë, ti më del tani e thua, është karma në jetë, është gjithmonë. Pse duhet të them unë karma kur them unë inshallah, ai që bën çdo gjë. E kupton? Kur kishe se kishe me mua, kishe me personazhin imagjinar, thosem me mua që thash unë ty. Okej, në televizion do vazhdosh të dalësh, merresh, bësh, mund të shikojmë në një format, do bësh një gjë tënde, në një podcast, në një. Po, edhe ti podcast? Po, si puna jote. Nuk ka ngel njeri pa bë podcast. Ke parasysh se po ecin. E pra, po s'ka si bëjnë. Am kupton, nuk është se plus që un kam të gjëra televizive në mendje, por që janë formate që duan një studio më të madh, kuptohet, por ke bërë projekt? Po, e kam një projekt në mendje. Mbiles ndonjëherë kam bërë edhe projekte që po i japin projektet e mia, po gjithsesi. Na ka ndodhur ty, jo? Po, më ka ndodhur. Edhe mua. Më ka ndodhur. Na rroft. Na rroft që na i marrin projektet dhe ne nuk je as e para, as e fundit që ke propozuar diçka në televizion dhe ka bërë dikush tjetër. Më ka ndodhur mua, ka ndodhur shumë tjerëve që njoh. Gëzuar pra, për këtë. Gëzuar, po. Po thoj? Po thoja. Po, podcast. Ç'a do jetë? Nga përshën ngacmim? Po, do jetë në lidhje me Bigun. Tani që bëhet Bigu për shumë dokument, palesa sodomare. Është interesant. Plus që dhe ke personazhe që janë interesante. Po e nisim me Anajdin. Jap. Anajdo? Përshëndesim. Anajdo mbret, po, djali mirë. Po, është djali mirë. Ore, pse s'na ka ardhur Anajdi akoma? Është person që punon fort. Punon, po e di e njoh Anajdin e njoh, është djalë ambicioz, punon strukturuar. Po, është njëri që ta thotë atë gjën siç e mendon, s'ka filtra fare Anajdi. Edhe kjo e vërtetë është. E njeh vetë Franci Anajdin, apo jo? Po. Është palesa mirë do bëni me këtë podcastin tani. Do bëhet Bigu, se tani është shumë i ndjekur Bigu. Është. Ke marrë vesh në informacion kush do jetë gjysh, skandal akoma emrat. Skandal akoma. Ku ishim këtu, ishim ne? Jo, nuk ishim këtu, ishim këtu, më duket. Arni se haun edhe. A është djeks kë? Qas ke përballu një jetë... Dinoj Barsolet? E kemi tradit në flak fare? Barcalet. Barcalet. Na korrigjoj. S'po kaloj dot më gjara.
Frak fare. E di, mua më dojë kjo. Kjo është se më krahasoj që para se të nisë më krahasoj me Skarin, atë tek mbreti Luan, ai personazhi negativ, ai që vret babain e mbretit. Apo nuk vret bë. A mendoni dhe ju që ngjan pak me Po. Ngjaj. vllajën e mbretit Luan? Nuk e di apo qan apo Shqipa, e njeri që qan, ë? Prekesh, mos kap duart, mos kap syt me duart do të dikësh. Mirë, me atë e kap, e sigurt që s'ka prek gishtin po themi. O, Shqipe- ma, zoti s'po e marrë dot vetën. Shqipe, nëse pëson diçka do ishte spektakolare për emisionin. Ke kamerën hiqe nga tripodi që nëse kështu ta lëvizin për shembull. Po thoja? Jam shumë keq. Po thoj, a dinoj Barsalet është tradit brenda Flakfari që gjithmonë tregojnë një Barsalet. Barsalet. Fakt asaj folën për Skarin, për faktin ai ngjaj unë vllajt mbretit Luan. Qumësht Shqipe, qumësht. S'po kuptoj çfarë më bën. Ishte kështu. Okej. Jo, nuk e marrë dot vetën. Ta mendosh që ajo është më djegsja. Mos ja fut. Kjo është më djegsja. Ajo është. E more veten. Shiçatrime që është. Cila është gjëja që ke kaluar personalisht? Shqyrikën Barsaletave. E më Barsaletën e keti, mendoje? Nuk di shumë Barsaleta. E më thuaj një që është kështu. Edhe kot sikur tjetë, mos më dilni nga kjo se kemi kështu tradit. Për të gjithë njerëzit që nuk dinë anglisht, mos e çani kokën që nuk dinë anglisht. Pse? Se ka qenë dy persona. Për zotin çam. Kujdes me ato gishtat. Jo, nuk e kam prek me Se ke prek me ato. Edhe anë ashtu ka menduar një herë që se kisha prek me atë dorë. Okej. Pastaj më duket sikur kisha salduar 200 metra kangjëllë. Për zotin sa keq jam, nuk e se keq den, veç po më dalin lot nga syt vet. E të shofje lagu. Dhe që pikët. E më atë, po sa ore të shap. Njerëzit gjithmonë do ngeq. Mos e këtë kup jesht Okej. lagur syt. Dhe kanë qenë dy shqiptar. Dhe i kam pasarit, i vjen italiani, i vjen gjermani, i vjen francezi, i vjen bullgari, rusi, muni. Dhe i pyesin për diçka, këta nuk dinin anglisht. Kupton se anglisht i pyesin. Nuk dim si ka mundësi, nuk dim çfarë më i thënë. I pyesin për vendet ku shkonin. Asnjëri nga të dy nuk dinte. Vjen tjetri. E vjen francezi, e vjen italiani, e vjen anglezi, gjithë. Asnjë përgjigje këta. Asnjë përgjigje. E tha, oje, më plak, i thot njëri tjetrit. E shikon, duhet patjetër me mësu anglisht sepse na duhet për të ardhmen. O vllai thot, a e kupton që të gjithë dinin çdo lloj gjuhë dhe vetëm shqipe nuk e dinin? Kështu kur sa ata që ata dinin gjithë ato gjuhë nuk u morën vesh me ne se s'dinin shqip. Mësoni shqip. Duhet mësuar shqipja po. Cila është sfida më e madhe që ke kaluar personalisht që ka bërë më të fortë? Një highlights jetës tënde. A do ta dish që zakonisht unë nuk i them këto. S'para i them. Gjërat që më dëmbin shumë nuk i them kur. E zakonisht? Po, nuk i them kur, po. Mua më ka për zemër, do thuash. Gjërat që më dëmbin shumë si... Më mirë, nuk është e thënë ta tregosh kështu. Ku po shkon? Ja këtu jam, kjo është podcast është domethënë. Okej. Vazhdo me podcastin të tapime. Po duket se do hapte edhe Bled Fevziu podcast. Kam idhull tha Joe Roganin. Tash me thënë të drejtën, çdo lloj dhimbje ka atë... Ishte një gjë familjare, ato janë, janë kanë të bëjnë me familjare, familjen. E sigurisht nuk kërkoj të... Janë familjare, po një ndër gjërat të fundit që më ka ndodhur është që babi në fund të prillit, në maj, ishte përsëri shtruar.
Kështu që, domethënë, nëse ja kemi bërë më përpara çdo gjë në shtëpi, dhe ta shtronim në spital. Dhe do të shkonim te mjekja më e mirë. Dhe normalisht duke ja bërë të gjitha, domethënë ato adetet, këtë do thoj. Adetet është më mirë, normalisht duhet edhe të kujdeset pak më shumë, po që ka qenë një periudhë stresante, domethënë. E ka kaluar, është më mirë tani? Po, domethënë ai kishte këtë pjesën që mos na mundonte ne mos rrini ju. Ikni në shtëpi, domethënë qetësohuni se ne e bënim me turna. Njër vllai, mbas dite unë, drekma, domethënë shkonim me turna. Pra është tejkalimi i një sfide shëndetësore brenda familjes halli më i madh dhe sfida më e madhe që mund të kesh kaluar në jetë apo jo? Unë thash është e fundit. Është e fundit, po besoj se duhet të jenë me natyrë të njerëzve të shtrenjtë apo jo? Ulën ngritje. Normalisht. Si çdo familje shqiptare kanë ato të vetat. Me kë jemi shumë e lidhur nga familja, me kë jemi me vllajt. Faktikisht edhe me mamin, unë flas me të gjithë. Me të shtëpi, s'ke mua bedo. Po, nuk ka mua me njerëz tjerë, veç me shtëpisë, por s'ma varin tjerë. Tu që po ma varë ti dhe po ndjem shumë komode. Qik me ty pastaj, qik me stafin. Po, qik me anajtin më vonë, tu plot sudita. Direkte vlla, shqyqyr më dunë ca jashtë, se në herë dhe shtëpia s'po më duro. Dhe jo, zakonisht me familjen jam shumë e lidhur. Më kupton, kam marrëdhënie shumë të mirë, unë përpiqem domethënë të jem shumë e pranishme. Po që jeton me ta? Po. Se papi më ka thënë kur ti kënë shtëpia do jetë vetëm te burri. Nuk më lë kështu. Do të pleqero ka babi. Unë nuk e kam problem. Jo, unë me thënë drejtën ta thash, unë pajtohem me riskun tim. I bëj se bepet, nuk është se po të mbi dikush që okej, ti je me vërtet djalin mirë, po më pëlqen. Nuk është se i them jo çdo kujt, e kupton? Po varet si e ke ti me atë pjesën tënde të brendshme, jo çdo njeri ma mbush mendjen. Po e merr veten. Po. E mora veten, jo po e marr, e mora veten. E mora veten. Po. Dakord. Më komentoj çik tani se kishte shumë zhurmë mediatike. E para një rasti i parashkjevis. Ç'a ndodhi në këtë histori e nderuar? Si është historia e kësaj? Është bërë shumë e madhe, po, me thënë drejtën, nuk mendoja që do ishte bërë ai zhurmë, se unë kam thënë në një formë në kontekst caktuar. Po, shumë shoqërore kur fola me Ronaldon dhe e ke parasysh doli si pjesë negative. Duke qenë se një njeri ashtu si ti për shembull që e prezantues tu po do më pyes se shive kush është thashë themi më i madh që ti ke dëgjuar, doli shumë spontane, nuk është se doli me okay, do ta bëjmë në këtë lloj forme se. E kuptoj. A kupton? Për të dëmtuar, se unë gjëja që nuk dua është që të dëmtoj dikë. Se edhe për mua mund të thuhen shumë gjëra. Unë jam tip që nuk e vras mendjen shumë. Çfarë duan, le të them. Po ke njerëz që Po kishte njerëz që Po. Me kaq e leti. Po. Do të them ti thjesht një thashë them që po dhe e lam në kontekstin e thashë themit dhe nuk tham që kurse si që është e vërtetë. Sa atë që kishe dëgjuar, pra, nuk ishte. Po, që siç u shokova unë, shokun dhe të tjerë që më dëgjuan mua, po njëjtë ishte edhe shokimi im andej. Po, gjithsesi. Qartë. Po mirë, kulluar edhe kjo. Edhe ke konsumuar në fakt dhe e sqaruar në lidhje me këtë gjë. Po për sa i përket Bledi Manes, ç'a ndodhi? Kishte dalë ai lajmi që mbase për dikë që s'e ka parë ose s'e ka ndjek, Bledi Manes kishte deklaruar prapë Ronaldo nuk e di çu nxjerr aty njerëz, domethënë pjesë të thella të errta, po kishte thënë që donte të bënte orgjira gjëra kështu me radhë. Po. Dhe pastaj kishte thënë që donte të bënte edhe fëmijë me shiven. Po, dhe që është zënë me mugjasme se po. I këta nga gënjeshtrat e Bledit një herë. Çfarë si qëndron e vërteta? E para një herë ke bërë fëmijë me Bledin? Po. Emanuele, nuk e di pse tham të dy emrat kështu. Giacomo Emanuele. Nëse nuk ke. Jo se Bledi ti shkon në një për Emanuela, kupton se është si Emanuel vet nga mendja, po nuk Çfarë thotë Emanuel nga mendja? Emanuel out. Emanuela. Okej. Emanuele janë qartë, po. Unë specifikoj. Ti si ke marrëdhënë me Bledin e një? Tani Bledi është, mendoj unë, gjithmonë, mendimi im se nuk është joti, mendoj se ti në mendjen time dhe po e them, po. Jashtë kamerave është djali mirë. Me ke marrëdhënie jashtë kamere? Jo, tani nuk kam, tani në kamere, po, patjetër. Dhe problemi është që Bledi e tepron.
kur është përballë kamerave. Domethënë hapet ajo drita kuqe, Bledi e ka qef ta lëshoj vete, nuk e di pse e bën. Po gjithsesi. Çuditshme se unë që e njoh personalisht për shembull më ka dhënë shihet mirë Bledi kur e Po. Por e ftojnë në emision të Por që gaboj me mu jashtë kamerave Bledi, kështu që gaboj dhe jashtë. Po, se çfarë të bëri më që diçka të tha. Jo. Do me thënë, a i mendoj, sigur unë kisha hapur një lloj Instagrami falso, ju se kuptova nga doli kjo idiotësi. E mu duk sikur po flisja me një 15 vjeçar, edhe më thot mua, jo tim ke shar mua, o vllai thash. A kam kohë dhe nerva unë të merrem dhe të çaj me Instagram falso ndërkohë që unë mund të marr direkt në telefon, do me thënë, pse vetë bi gjatë unë. Dhe mu duk idiotësia më e madhe, ngjera dhe keq me thënë drejtën se nuk e pres që njerëzit më mendojnë kaq të cekët. E kupton? Ose të hapu një TikTok falso që s'ekziston, urdhëro merr telefonin dhe shifa. Të them. Mund ta hapte fotot? Qa fotot? Jo, te fotot. Të bëjë njeriu pyet. Te fotot e mia jo. Pyet idiotë s'ka. Te fotot e mia. Do pse jo çka ke gjëra të Po jo, më nuk kam asnjë gjë, po pse më hapte fotot e mia? Te fotot e fsheta? Jo. Nuk kam fotot fsheta. Jo, nuk kam, betohem nuk kam. Nuk e? Jo, nuk kam. Edhe nuk dija si hapet që ta çosh te fotot e fsheta, ja ka në E di unë, po mund ta. Po s'kam. Mund të më japësh kodin? Po, nuk kam. Nëse pishaka. Si isha shumë transparente kur tash. Jo, jete kjo gjë. Si duket i ka hedh në një hard disk. Jo. Mbajtë nuk i diet kur. Po, e vërtetë. Kujdes domethënë çan do. Dhe domethënë ngela shumë e shokuar nga kjo pjesë. Akuzën. Nuk e di. Dhe tani na del e thot. Domethënë kjo ka ndodhur pasi ai të ka akuzuar ty që ti ke hapur një profil falso dhe ke Po, mos i kam folur më. Ti ke mbyll marrëdhënien me atë dhe tani ai ka dalë ka hapur mas telefonin, as nuk e kam kthyer përgjigje, asnjë gjë. Dhe tani ai ka dalë ka thënë që unë jam njëri që distancohem. Pse mendon se e ka thënë Bledi atë që do të bëj fëmijë, mos e ka thënë me domethënë që hipotetikisht nëse do bëja një fëmijë do ta bëja me një vajzë shqipje. Jo, Bledi ka thënë, i kam thënë 3 herë. 3 herë ka thënë? Po. Dhe ajo nuk ka pranuar sepse ajo është egoiste, do me thënë pse t'u rrejt kot. Ka kupton, unë s'kam dash as të mere me këtë muhabet, po duke qenë se e hape ti edhe pati shumë. Jo pati zhurmë. Edhe po logjikisht po ta mendosh karakterin e shqipes, do me thënë njerëzit që mund ta komentojnë këtë lloj veprimit Bledi ose këtë të thënë në publik, deklarat pra. Duhet ta kuptojnë që unë nuk jam një person që mund të bie në dashuri me një njeri që bën orgjira. Si fillim. Së dyti, shkon me të dyja sekset. Pra është bi, ka thënë që është bi. Diçka e tillë se si bi për biseksual. Po ç'a thot me ato idiotëra të veta kur jam i trash sikur si kuptoj. Njëra nga kjo. Unë nuk jam një lloj njeriu që unë nuk jam një lloj personi që e pranoj këtë gjë. Do të thënë, a më kupton? Po nëse e ka lënë mashkullin. Jo, nuk e du hiç. Jo, nuk e du hiç, mos ma. Po njeriu mund të pendohet. O vllai jo pra? Ore shikon, Zoti i fal ca gjëra. Po, ore, është tjetër. Marrëdhënia me Zotin tjetër me shqipen po. Po, është tjetër gjë kjo lloj marrëdhënie. Unë e di se çfarë dua dhe nuk është kjo ajo që dua. A mendon ti vërtet se për shembull të gjitha që thuhen në televizion shqipe janë të vërteta, do të thënë, ti mendon se Jo. Atëherë Bledi mbase s'është vërtet as biseksuale as bën orgjira. Mund t'i thotë edhe në kuadër të. Po çka ka thënë o burrë. Edhe un po them siç ka folur dhe ka dhënë deklaratë, un po jap. Jo përgjigjen, jo dakord jam. Përgjigjen tek ty duke qenë se më pyete. Dakord. Dhe nuk dua të flas fare jo për Bledin, po për askënd se s'është se më intereson dhe puna e Bledit. Të bëjmë orë ç'të doj me jetën e tij? Ç'pun kemi ne? Ç'pun kemi ne thaj. Me vërtet. Ç'pun nga unë ta? Jo, pra, po ti dhe replikën se ai tha për ty. Po pra po, duke qenë se më pyete po. Do të thënë ti personalisht nuk e asnjë respekti për njerëz që bëjnë orgji. Jo, nuk është punë respekti. Është diçka që unë nuk e dua në jetë. Por e zëm se unë jam natyrë që ta shtrojmë kështu. Jam natyrë që kam bërë orgji. Po ndryshon për mua, mos jep deklaratë. Jo. Ndryshon unë s'jam, që mos kuptoj. Dhe jo sepse s'dua, s'mund. Po vetën shembull. S'kam i gjet. Sa pishaka, ja, pishaka. Të betojmë pishaka, edhe unë jam konservator në këtë gjë, Po nëse do isha, dhe do ta merre vesh që do isha. Do ndryshonte mënyra se si ti më percepton mua si njeri? Nuk të paragjykoj sepse është jeta jote. Okej, pra është shtrati im, po. Po, bëj çfarë të duash me jetën tënde. Unë s'futem në atë pjesë. Nëse në të ardhmen do ma kërkosh një mendim, do të ta jap një mendim. E mira është, po. Me të drejtën. Po. Mos e bëj
Po. Ku jemi ne tani? Mo. Hajde shkojmë, ore tani që do Kush ishte më djegse? Ajo që... Kjo më duket. Po, atë hëngërëm ne. Ku jemi ne? Te teta jemi? Kemi të 3. Shiko, ti Edhe 3? Ti e lirë që ta lësh kur duhesh. Vetëm mund të dorëzohesh. Mund të thuaj, mund ta lëm kur duhesh, domethënë. Veten tregon. Dgjoj, unë kur isha në Dubai, u hodha nga skydiving, bëra skydiving. Pa parashut më? Parashut, s'do isha këtu duke komentuar me Nuk, kjo do ishte jashtëzakonshme. Ke shumë të drejtë. Pa parashut, e di çka kisha marrë? No! Më vajti keq më, ha? Më vajti keq, nuk më vajti keq. Jo. Që më vajti, po të vajti keq edhe unë mbyte, atje përvëlosh. Ore, qa bëre ti u hodha me parashut, po? Po. Po lotoj që, më vajti keq, është nga kolla. Po. Si që kuj se u doja. Po, që në momentin që unë jam hedhur nga avioni. Që më vajti keq, unë. Për zoti. Kështu isha unë qëpar, imagjino tani si dhe. Më vajti dhe keq dhe po më vjen hundë. O, zot. I madhe. Për zotin, kam shumë frikë ta. Ua, qa keni bërë më plera? Qa selë se keni herë aty? Qa bëna jam, tani bëri Dubai. Sanduiç? Që më vajti keq, më rënjon. Ua, po m'djegin hullë të plak. Kush qumë është tunë, më? Unë më mirë vdes se pi qumë. Qa emisioni nuk. Vjen të fusë rushin në hullë. Jam shumë keq. Jam shumë keq edhe unë. Ke bërë. Do qikë rush. Qa ke më bërë? Bëdhë si ato nënat kur rajnë të video. Jam shumë keq. Qa do Qofse këto vazhdojnë të kështu? Do vdesësh. Sa e gjatë jeti nga për publiku që se ti? Gjesh ta thegje? Do më një gjashte. Ku jepi këtu? Hajde ti qikë ti. Sa e ti? I ke vesh dhe ja 3-4 centima ti. Kënë 4 centim këto. Se janë këto 4 centim? 3. Këma ima shumë Si e bërë atë stil njerë? Stil papagalli. Da pëso dhe bua se si djetë jetës. Budavi bledi mane. Ti jemi të përgatitur. Budavi në emision. O vla, nuk po më bëndë dërman do të asë shumë që, vla. Por kur i thash si djatë salë, se në aty i hodhët e teta ju? Dollën që... Vajti shumë keq plak. Vajti në fillim, vajti kështu. Jam shumë keq, o pra po. Do të lej dhe kur të lë, është fikë si kur të lë malli. Do më thuash nga e di këtë gjë. Ka dhe njerët. Të betojmë, në qatë të betojmë që unë s'kam pirë kur malë njerë, se mos keq kuptohet. Pra që është po s'paqa jeri në spitale. Jam shumë keq. Jam shumë keq për zotin. A më pi që qëmë është edhe... Pi qëmë është, jam shumë keq për zotin. Qa ke, qa ndjen? Po të djek, goje. E po mi që pëpën si kur ta shkaktova unë. Salë sa ta bëri? Qumë është lutëm. Cili qumë është më ba, i fle gjumë dyth. Zot, për një, vetëm për qumë është të mba, ja 30.000 lek dita, thjesht që të mbushi me qumë është. Ka lek nga familje edhe bën kështu se merr seriozisht punën. Ha mo shqipe se e more vete. Edhe 1 minutë do të lej.
është gati të më vrasë. Nuk jam mirë. Mos bëj kështu se nuk vjen i ftuar tjetër në këtë emision po bëre kështu. Unë nuk ha, djekë se fare. Ha djath. E mua e tani që më la. Ti shoq. Ti po bëngjoj që t'la. Mu për zotin më ka lënë. Çfarë testi do të bëj? Më thuaj çfarë do të bëj që të tregoj që më ka lënë. Do të këndoj. Do të këndojmë bashkë. Hajde të këndojmë një këngë. Cila është kënga e preferuar? Është vërtet ai lajmi që ke pas një marrëdhënie me një vajzë në të kaluarën? Ku frajmë? Ka dalë lajm, nuk e ke parë? Jo. E lexova. Gënjen. Gënjej unë apo gënjen dhe lajmi? Ti gënjen. E shë ama që ta hoqa mendjen? Jo, Nga është si punë e lemzës. Ka dalë lajme. Është si punë e lemzës, e pes si fole, harrove për momentin muhabetin. Ore, me qëse ishim tek malli, erdhi pyetje nga publiku. Do të pyes, po deshe mos u përgjigj, nuk ka pyetje idiote. Harroja atë muhabet. Qa jete? Dyshohet që në formatet si Big Brother, meqenëse ke qenë brenda, konsumohet kokainë. Mall, lëndë narkotike, si ta themi ndryshe. E bardh, gips, si i thon. Do m'ja për sa djath? Ka shoh? Përzonin se vetëm këtë kam. Seriozisht e do? Po ha, tani. Jo, nuk dua të ushqem. Se ke qef? Jo. Merret gjithë atëherë. Nuk dua të ushqem. Gentilesin e njerëzve në merrni për, në fakt nuk është daqë. Nuk është. Qa jam? Më liroje. Qenush? Pyetja. Në djenin tënde. Marrë sa kam parë unë? Jo. Jo. Se kam, do me thënë... Unë se kuptoj pse e bën të pyetje në këto momente. Jo, po duke qenë se... Po duaj që ka dalë ky... lajmi në Big. Ne nuk e kemi pasur. Do me thënë... një gjë të tillë. Mos va nuk ka kap syri? Këtë nuk e di. Liroj. Se, jo, nuk akoma s'm ka liru. Se, unë jam tip që ta përdor në lojë. Këtë gjë. Qose pi ball. Po, të më dil jashtë, se si për këtë format. Hik mallosu jashtë. Ku të dalë, bë? Ja thua Robit, po se ti mi ngatron mua, ti përdor mua, kështu më shkon sy. Mo këtë përdor unë. Këtë këtu. Ata statuen aty. Shaka, unë bëj shaka tani, po. Për sa para do ta provoje? Kama? Çajin trenafilit. Mallin? Ka një shifër për shkakun vetëm për ta provuar, jo për 200.000 euro. Ti jepni 200.000 euro e provoje? Tek. Jo. 300. Jo. 500.000 euro. Mos 500.000 euro tani, mos seriozisht 500.000 euro? Unë do ta provoja. E fundit 750.000 euro. Edhe një shtëpi të kopshtit. Edhe një shtëpi të kopshtit zoologjik. Brenda kopshtit? E bukur. Përballë. A do të më bësh një pyetje po? Po, të të bëj një pyetje. A bësh adiktit mbas kësaj? Jo, jo. Jo, dhe këtë ta them me siguri. Betove, mos bëj bet tani në një baba, në një mama kështu, nuk kam pirë kurrë. Vetëm arsye se nuk pi. Ta them pse? Nuk e di, kanë shumë frikë lal. Po pra këtë po të them. Kanë shumë frikë në sensin jo, kanë shumë frikë mos vdes duke pirë një herë. Se unë kam sistem nervoz shumë të ndjeshëm dhe ai e di që ndikon në nivelin e adrenalinës. Dhe unë jam i sigurt që po të pi në një gjë të tillë, po do ta kisha provuar mos e sheshit ka qenë. Nuk e di, po prandaj po të... Nëse ja bësh... Jo, nuk bëhesh adiktit. Këto nuk i du këto gjëra unë. Jo, nuk bëhesh me një herë. Unë edhe... Po me 2 herë bëhesh. Unë edhe këtë pjesën se duke marrë kështu. Në s'podia që të bëja. Jo, atëherë ti thua që nëse s'do bëhesh ai varur nga ajo, do ta kishe provuar për një shifër të caktuar, nëse do ishte një shifër. E ke parasysh atë me shqiptar? Do kisha mashtruar. Është një shumë e bukur që i thot. Jo, do kisha mashtruar. Do kisha marrë miell. Po jam ajo, unë them ta provoje vërtet, do kisha marrë ku do më. Jo, se jo, pra, dakor, është drejtë. Si e drogume pastaj, jo. 750.000 euro. Jo.
Duket vetja si e droguar. Nuk e di se çfarë do kisha bërë në ato momente, po unë jam tip që e kam ndonjëherë kam shumë qef adrenalinën, po unë kam frikë të kupton ta kaloj masën. E kuptoj. Gjë e mirë. Unë jam tip që dua të ri në kornizë. Nuk dal nga korniza. Përveç sheqerit, ke ndonjë veç tjetër të keq? Po, më kam sa dush. Okej. Kam sa dush. Okej. Po pyet çfarë? Çfarë? Nuk e mbaj mend nëse kam ndonjë gjë të keq. Do me thënë ke problem memorje. Kur u linda tha Zoti më tha ke dy zgjedhje, o bukuri o memorje të mirë, dhe nuk maj mend çfarë zgjodha. E bukur. Nëse tek Nuk ka të bukur dhe me ti pas, i ketë vënd, i ketë bërë? Jo. I ke natyral vërtet ashtu? Me besoj si kam dashur të bukur. Jo, më i ka të mëdhenj normale, ku ka shqiptar me vend tillën të tillë? Unë shikoj Moskano i stam në Adidas dëm, i kupton që ta kuptoj që është i bukur. I ketë tuti, i ketë mirë për zotin. Edhe unë të miti kam. Donin të më bënin. Mua ma kanë akuzuar shqipe. Më kanë akuzuar në emision që unë i kam të vënë. Vetëm më akuzuan që është aq i varfër thash që thëmët që ka vënë i ka kot fare, kupton. Jo, janë të mit. Më akuzuan, ishte koment shumë i bukur, në fakt shikoj thaj. Nuk e mbaj mend kush ishte. Se si ketë këshin. Mos i kam keq. Je kam dhëtonë, ndoshta s'kam asnjë dhëm prishur. Kam shpëtuar. Ne, unë nga mbëlsirat i kam mbushur ca. I ke mbushur ca? Unë s'kam asnjë, jam rast. Donin të më bënin, të thash. Kush do të ti bënte? Ai, nuk ta tregoj kush do më bën. Një klinik, çon si ka. Një klinik, do të bëhet më vënë kështu? Donin më tek të e ke parasysh ka dalë modeli i fundit që është dhëmbi transparent, s'ka pik dallimi nga joti. E thash jo, faleminderit. Po zakonisht ka një trend që i bëjnë çik të mëdhenj shqipe. Më duket mua. Unë seci me trendet. Ky është problemi i të gjithë njerëzve të mundshëm. Çfarë ke ti, duhet ta ketë edhe kjo tjetra, edhe ajo po bën pak më ndryshe të paktën çik më s'është edhe bukur, po ku shkove më poshtë tavolinës? Jo, doja të kapja këtë, ke parasysh kur E hëngër ti këtë? kërqeshin ato që i kanë dhënë kaq? E hëngër. Jo, mo, ku hëngër unë? Nuk hëngër? Jo, ku e kam, ja. Po prisja të hanim bashkë. Mos ja fut kot. Sa të shpifura këto, më lanë me pasoja mua. Kam humbë dhe unë potencialin, isha më këtë tolerant më parë. Nuk e di çfarë po më ndodh, shqipe. Po ajo është më fort se kjo. O vlar, shkurt mua bërë. Motra, për zotin. Kam për zemër. O Rudi. Kur bezdisë thot o vlla, thot. Po, e vërtet është. Unë nuk ha do të pashio, vlla, mu ma... Unë jam shumë keq për zotin. Jam nuk ti mbase stomaku më është bërë nuk kam ngrënë asnjë gjë. Kjo është gjëja e parë që kam ngrënë. A kupton se ti më ke bërë dhall brenda, çorap. Po jo, çfarë ti bëj? Me gobluse, me ujë, me qumështe, me Që është për punë pastaj ku? Ti jap lekë të drekës tigi. S'ma hahet, nuk më hahet, jo, qyqa. Dhe mua po më dhe mëlqia tani që më taj. Jo, kjo s'ka lidhje me. Është nga alkooli. E mos, më mirë dhe të kjo. Do që më shumë dhe ajo mua më... Nuk e di qa kishit bërë që në. Tre gishtat dhe s'jam. Ato tre gishtat të lutem laj mirë. Unë i laj gjithmonë duart, unë duart i laj çdo 5 minuta, unë jam e fiksuar mbas larjes së duarve. I pas higjienës, ë? Me të mërshme jam. A, pas ke dhe këtë fiksim ti? Ne kam shumë të keq këtë. Ç'ka fiksimi tjetër ke ti? Jo, pasërtin e kam kështu. Pasërtin e ke, jeni koqire kështu pastroni lanë? Ja, ja shumë. Po, kur duhet, po. Kush ti, më thë, kush i bën? Kur duhet, po. Mame. A i bën mame? Po mirë, e zëmë se do hapë shtëpi. Do t'i bësh? I bën? Po thjesht, pastroj. Po t'i bëri diku? Pastroj. Banjë si hynë, domethënë? Unë e hyj çdo gjëja. Çdo gjë të mundshme. Edhe unë e di si jam banjën e bëj talpish me gjuhë për zotin, domethënë nuk bëhet fjalë jam pastër. Jo, më aq pasë. Bëft mirë. Po ja, ua sa keq më. Nga që do gjë ajo se unë Kush është plani tani shqipe? Përveç atyre lëngjeve, ç'a tjetër? Podcast 1, lëngje 2.
Qa tjetër? Ke menduar ndonjëherë ta mbytësh Instagramin, thuash do shkputhem nga kjo botë? Unë kam nga kjo botë kur të ma Bota virtuale flas. Shqipet lutem, nga kjo botë inshallah sa më vonë. E ke dëgjuar shprehjen vdekshere sa më vonë ti jetë e mundur? Me thënë që kur të vijë ai moment jesh i ri në shpirt dhe në vdekshere. sa më vonë ti jetë e mundur. E kam seriozisht. Po kjo ere përpara? Në shpirt. Jo. Vdeksh i ri në sensin metaforik. Në shpirtit. Jo, vetëm po dhe në trup. I ri në trup në sensin që je akoma aktiv fizikisht i shëndetshëm, në këtë sens. Po është shumë shprehje e bukur, realisht. Më pëlqen. Ja uroj çdo kujt këtë. Mund të jesh edhe 100 vjeç i ri. Po mendoja. Po mendoja mënyrën si mund të vdesi. Si mund të vdesësh? Ka plot mënyra. Mund të të tregoj. Kemi një salë tjetër akoma dhe më shumë. Me ato mund të riskosh. Jo. E prap, Ti që the? se do mënyra. Është edhe ajo e fundit. Ta haja të salcën? Ta haju në atë salë. Jo. Qohem këshu me Jo, katapulta që nuk këte. qohesh. Ky është problemi. Do të qojmë. Do vendoset shqipja këtu, paketim. Tërërërërën, tërërën, tën, tërërën. Zoti madh, s'di do me thënë. E? Që ma ka bërë këtë stomak. Spiritu Santo. Shef, faleminderit se jam dhe i shkurtër. Ej, qa është bërë të kjo e fundit, lutam? Mos është kjo me barel? Jo, nuk është ajo. Nuk është se për zotin të ishte do ta kisha heq. Kemi një gjë shumë ndjekë. Nuk është e për kë përdorit ajo? Jo, a kemi lënë si alternativ, nëse ndonjë i ftuar është vërtet. Që, po. Edhe do të shkojnë në djallë bashkë me mua, e provojmë të dy, shkojmë, e takojmë dhe kthehemi. Jo, Ky emision do ma marrë jetën mua. Unë e di për çfarë nuk e di si shaq dakord me këto, për këto pjesë e formati, kështu që s'kishe çfarë bëje. Unë e kam shtyr takimin me ty vetëm prej këtyre. Jo, unë jam keq shumë me djegësët, unë nuk ha fare djegës. Ndase për i lëshje, po e ke parasysh minimumi. More, aman më të lutem tani. Mos ja fut kot. Bëj shaka. Donte ai njeriu i qelbur ai Joni aty, që e kam koleg gjoja, do ta heqim kat. Ai vdes që unë përvlohem, ai nuk ka argëtim të madh. Bëjnë bashkë me Francën aty dhe kënaqen më shumë se jo me përballova. Ç'm duhet mua? Kraqen aty. Ç'pun kam unë tha. Ç'bëjnë ata? Ha, më mirë të shoh. Mirë jam. E she ajo e teta ishte. Nuk e ke ide se jam. Nuk e kam shumë qef këto ushqime të kripura. Të kripura apo të djegëse? Në qofë se ha shumë të kripura, nuk stomaku s'mirë përballon dot. Jo, unë me mytë sot mua, jo. Maruam, ka që ishte? Na po hëngre dhe gjithë, ke ngërë në 200 gram djathë, nuk i kam qef të kripura, në maroj 200 gram djathë. Jo, me vërtet, nuk i kam shumë, i ha, po ka një mas, kurse në ëmbëlsira nuk ka mas, jo. Nuk ka mas. Po kujdes se sheqeri është armiku më i madh i trupit. Qa dërën tash? Gjithë do vdesin. Po varet si vdes dhe varet kur. Po gjërëme? Jemi në xhirim, po. Jemi në podcast. Jemi... Në nga që më ndjeva shumë comfortable edhe. Edhe unë ndjeva që të ndjesh shumë comfortable. Paka shumë i pregëm të gjitha. Pra të dashur the nuk ke, nuk do të kesh për momentin. Sa kohë bëre që s'ke? Ja, du të kem. Ti nuk du të kem. S'do të kesh. Nëse një gjë do vërtet, atëherë mund ta arrish. I bie që se do mjaftush. Varet kush të vjen. Jo. Varet me çfarë qëllimi të vjen. Jo. A do të ta them një gjë? Jo, mos ma thuash një gjë. Mos thuash një gjë që s'është. Nëse një njeri e do vërtet një gjë. Unë nuk dua një djalë që vepron si femër. Dakord? E pse ç'a problemi? Ashtu. Jo, nuk është vetëm kjo. Së bëj çka. Janë bërë vetëm në rrjetet sociale. Hajde femra. A kupton që i ka i çikije më shumë, po një mashkull me TikTok, me këngë, me muzikë, me të dridhura, me thënë drejt, nuk po mos janë meshkujt ata një pakicë vogël do shihet tani pas. Një pakicë e madhe, të lutem. Jo. Dhe të duash ti që të vi një femër nga mbrapa, ku shkoj burrnia jote? Jo jotja, po. Ore pse vazhdon më të... Më fal, të kam si prezent edhe zëre sigurie ti X person. A kupton? A do të të përgjigjem si ai? Nuk, po jo pra se unë nuk po shqipe është jeta ime bëj çfarë dua. Okej. Jo
vetëm, okay. Jo vetëm kjo, po kanë një mënyrë, am kupton, mbase janë edhe ata persona ose ata meshkuj që nuk kanë besim në veten e tyre dhe hajde të më vi mua jo. Po ti çfarë je më? Ti duhet i marrësh hapat i pari se kot nuk je macho, kot nuk je burr, kot nuk je. Po mos u merr me ata meshkuj, e zëm se janë shumica. Kush merret o vlla, po ke shumë. Po mirë, përjashtoj atë. Okay. Ngelet një pjesë tjetër që nuk është unë një plot ose rreth im shoqëror nuk janë çuna që merren këndojnë këngë TikTok. Shumica e kategorisë meshkujve që duhet drejtohesh ti janë meshkuj që më fal që po të pyes, sa vjeç janë? Mosha nuk tregohet. Unë jam 37 vjeç. Bravo. Pra po flasim për si bi moshën tonë, për të ti një mashkull tek grup mosha ime do ta kërkosh. 37, 40, 38, 36. Por problemi më i madh është që këta një pjesë, mirë, më fal, tani një pjesë e këtyre janë lodh me gratë dhe po duan të dashura. Më kupton, dhe kështu 37 vjeç nuk e gjen dot dhe problemi më i madh është që mua më vjen më të vegjël se vetja. Po dukesh dhe e vogël dreqin. Shiko, ja, ky është problem pasaj dhe ky është problem për të gjitha gratë, se sa më shumë ti e shtyn, aq më shumë zihen ata, po themi meshkujt potencial për të ndërtuar diçka. Vetëm se krijojnë familje, ke parasysh, dhe e vetmja gjë që ngelet për ata është roli se çunat e mirë merren ata. I marrin. Zihen ata. Tani dashnore dhe mund të kapin ata. Çuna nuk janë për çunat mirë nëse kanë dashnorë. E vërtetë është kjo. E shef, të drejtë ke. Te kjo pjesë ke të drejtë. Po dakord. Ja, nuk i ke dot as dashnor pra. Se zihen, janë diku. Shumë mirë. Si do ja bësh shipe? Ikën vitet. Ja pra unë eci me këtë gjë. Kush mua po marrin? Ty po të marrin. Është risk. Është risk. Njeriu duhet pajtohet me riskun. Po e patë të shkruajt me që do martohesh. Po ç'është kjo tani është shipe? Po shipe po e kërkon vetëm ai. Po si më do ta kërkosh? Do dal me tabelun. Është si ajo që po mbytej ai dhe lutej Zotit t'ja shpëtonte. Dhe kaloj një anije tha, do vish? Jo, tha se po pres. Ngjisin. Po e pasi jam unë tip shumë. Dhe i tha Zoti, ore të dërgova 3 anije, tha, kupton tani ç'a do më? Prisë nga Zoti ta shpëtonte. Të nisa ja ishin anije. Po mos ngjisin këta. Apo tani mund ta kesh ti problemin o shqipe. Po pra, mund të kesh ti kritere shumë të larta. Ore pse po bëjmë sikur ka ndonjë ke parasysh butë ta bind. Në sensin mos janë vallë kriteret e tua shumë të larta dhe nuk e ka me ty tani, e ka me fenomenin përgjithësi. Që shumë gra mendoj ose shumë çuna kanë pritshmëri shumë të larta nga çfarë kërkojnë dhe mbase nuk janë shumë të vetëdijshëm për atë që ofrojnë në këmbim. A është vërtet ajo që ti ofron në këmbim të asaj që mendon se duhet? Unë mendoj që e para, ta thash edhe çfarë, duhet jetë bashkë bisedimi dhe nuk duhet të lodhen nga njëri tjetri, se okej, nuk më hapi telefonin, no, hajtë se është tjetra. Ma këto janë gjëra që sharake pastaj. Kështu kam fillu, ma besoj që kështu kam fillu, s'ta hapi telefonin dhe pastaj ka qenë ajo koha ku të gjëmoni në shok, të merr malli për ta gjëmuar, për ta gjëmuar dikë. Që ku është, si kam numrin e telefonit, ose ti shkruaj ku ta dion, ti dërgoj letër. Ku dion, unë jam... Romantike, Jam asaj kohë, po them, romantike. Jo romantike që jam, por që deri në një farmase. Ama, të merr malli për... Unë uroj vërtet shqipe që ti ta gjesh një djalë, sepse... Më në ngel vetëm të djali, amin, po... Jo, ta gjesh një djalë, ta marrosh me atë gjë, sepse gjërat e tjera pastaj, projektet e punës... janë fokusuar edhe shumë. Mediat e tjera me radhë, ti i ke... Sa po shikoj, i ke në rrugën e dur dhe po shkon aty ku ti dëshiron, E vërtet është. Kjo është. Përgjigjet për tjerat pastaj dham, lajm ekskluziv, na the, ekskluziv. Çat mund do të thuash një gjë se ke thënë askund? Për shembull. Ku diun? Çfarë është një gjë që mund të kesh vrarë 2 fëmijë për shembull, se di askush. Mund të kesh vjedh lek. Mund të kesh vjedh bank, ku diun, një gjë. Jo. Edhe kjo nuk tregon nëse ke vjedh bank. Jo, vlla. Fillojnë pastaj. Dakor, po do merrja klikime, kupton? Po e di që do merrja klikime, por janë gjëra që nuk thuhen. Ti do bësh gjithë ato gjëra në të ardhmen për njerëzit, do t'i ndihmosh. Duhet ta nisësh nga unë. Ta nis nga ty. Duhet të nisësh nga unë, unë kam nevojë për klikime tani. Ke nevojë për klikime? Po. Çfarë them unë tani? Ha. Na gjej diçka. Po ti nuk jeton për klikime, çfarë fut kot? Çfarë fut kot? Po është e vërtet pra. Dakor. A ka diçka që duhet ta thënë këtë emisionin të pyetja, bëj gjithmonë këtë pyetje. Se jemi drejt fundit, kemi 6 orë. Shiko, unë si person e kam shumë të vështirë të hapem. Flas.
Mor ti prapë negativi. E kam shumë vështirë të flas. Yoga zemër, yoga dhe hapesh. Jo idiot. Jo të hapem a më kupton të flas. Po e kuptojmë, jo, mirë më dukesh mua. Të flas me dikë, të shpreh për shembull gjërat e mia. Zakonisht e bëj me njerëzit që e kam shumë afër. E kuptoj. Edhe me ata duhet ma nxirrin me. Nuk i tregon. Jo, me zi. Keq të bën ajo që i mban për vete. Nuk e keq të bën. Por e këto tha, ja, kështu. Këto jemi. Dhe kështu po shkon drejt mbylljes edhe ky podcast. Duhet falenderoj, të kujtoj edhe një herë falenderoj Go Plus, mos harroni lojën Go Plus që e gjeni lehtësisht online. Merrni këtë kodin këtu mbrapa dhe ndërmjet këtij kodit futeni bëni 100 kode të tilla për të bërë pjesë e shorteut. Çdo muaj ndahet një avatar dysh, që është një super makinë. Mua më kanë përjashtuar nga i shorte, nuk e bëj dot vetë, se është konflikt interesi, do doja dhe unë ta bëja atë gjë, ta tentoja fatin tim. Codigo Tequila më premium në Shqipëri. Sallamet tona, gjithmonë me produkte speciale, të përbërës të ndryshme, të tjera me radhë. Këtë makinën, mund të bëjmë një marrëveshje bashkë, të futem edhe unë, ta marrë unë makinën? Çfarë marrëveshje të bëjmë? Vlla, marrëveshjen e ditë ti, po që të ti bësh reklam? Ta marrë unë atë makinën, futem në për shorte. E provojmë. Se si dihet kur, mos harroni të na ndiqni në emisionin ton ose në podcastin ton që do ju lajmërojmë së shpejti në çfarë date do jetë. Nëse këtë e presim me montazh, vetë promovim s'kemi ardhur të shesim. Ka të bëshaka, nuk presim asgjë. Mos harroj Argjendari Donaldo që vi. Po s'më lë të flas mo Joni. Dhe Argjendari Donaldo sjell një dhuratë gjithmonë për ty, që kujdeset Argjendari Donaldo gjeni përballë qendrës Stop Tani, lehtësisht. Mund të shkoni ta vizitoni, ka produkte nga më të ndryshmet dhe çmimet më konkurruese në treg. Ajo është handmade, në fakt, e kanë bërë kështu me goglari dhe me nuk e di sa mund t'i vendosësh ato, janë stil jot, por që është më spor. Ti më sa shumë me bizhu, kush t'i dhuron këto gjëra apo i blen me lekët e tua? Të dyja bashkë. As një person nuk mund të dalë dhe të thotë këtë e kam ndihmuar unë ose i kam bërë një dhuratë unë specifike. Se nuk është se pranoj çdo gjë të mundshme. Momentalisht. Djeksja. Dëgjoj. Të kanë bërë dhuratë, kush është dhurata më e shtrenjtë që kanë bërë në jetë? Nga këto pyetje tipike të emisionit. Kanë bërë dhurata, po më e shtrenjtë. Më e shtrenjtë. Dhurata më e shtrenjtë është varse. Varse? Sa mund të ketë kushtuar? 10.000 euro. Është nuk i vë unë. Nuk i vendos 10.000 euro varse? Po. 10.000 euro varse? Është ari? Po. 10.000 euro. Me diamant. Me diamant, ari me diamant. Në një familje s'ta ka bërë apo të ka bërë në njëri që donte me ranë sy? Kene për herë tjetër. Atëherë s'është i familjes. Pas ka pas qef më lal. Unë jam tip që duhet shpenzosh. Po ti këtë thua jo lal, prandaj Jo, jam tip që duhet shpenzosh me kohë, me energji, me gjithë. Mos të harroj Juten me ofertat fantastike dhe aplikacionin Majute, në cilin mund të gjeni gjithçka produkte nga më të ndryshmet për të bler me 0% interes. Kjo është e paparë. Akoma se kuptove. Gishtin pra që të vendosi unazën dhe të më marri për nuse. A mund të më japësh gishtin e vogël mua? Të më marri për nuse. A ka më mirë sa të vesh mua për nuse? Atë nuk e di. Një vajzë që të mbështet, një vajzë që preokupohet për ty, një vajzë që e ke shoh, që e ke mik, e ke çdo gjë të mundshme. Shiko, atë që kam në shtëpi kam ajtë. Që të bën për qeshur, që të bën për qarq. Unë asaj time sa unaz martese si kam dhënë akoma, Flori e kam. Sa vite ke, të lutem? 5 vjet. 5 vite. Ajo do më bëj mua unaz, ma premtoj, po me shumë mundësi do edhe unë bëj dhuratë. Koronare. Edhe unë bëj dhuratë. Edhe unë bëj dhurata mirë. Okej, më bëj një kur duash. Mirë, shqipe. Ka mundit lindjen, do mbështet. Kur e ke? 16 dhjetor. 16 dhjetor, pra jesh jetari. Nuk besoj në shenja, po më bë dhuratën. Dua dhuratë. Dakord. Okej, do t'i bëjmë një dhuratë shqipes përveç kësaj që na bëri, ta dish në 17 maj ka mund ditën e bekuar të e di, është çikter, 17 maj. Gjithsesi, shqipet falenderoj jashtëzakonisht shumë. Unë të uroj shumë sukses në gjithçka bën. Faleminderit që e pranove sfidën, i kalove sfidën dhe që praktikisht edhe më durove me ndonjë kështu dhe që ma mirë kuptove të gjithë bisedën. Patjetër, kënaqësi që uroj shumë suksese në podcastin e ri që do të kesh tani dhe besoj se do të jetë i suksesshëm marr parasysh edhe me këtë do ta bësh, edhe çfarë do trajtonim, besoj se do të ketë klikime, po absolutisht vlera e shtuar. Edhe vlera e shtuar e pa diskutueshme e jotja. Unë do t'ju ndjek, ta premtoj,
Dhe Ose mund të jesh dhe ti i ftuar të po, mund të ftoj, po nuk jam specialist Big Brother, nuk e ndjek. Miq, duhet falenderoj gjithë ju që na ndiqni dhe na suportoni. Faleminderit për faktin që na keni bërë follow, gjithë ju që s'na keni bërë follow na ndihmoni realisht duke na ndjekur, nuk kushton asgjë, sidomos në YouTube. Duke ju falenderuar, ju përshëndes dhe takohemi sërish të hënën e ardhshme ora 18:30 si gjithmonë në YouTube-n, YouTube.